Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi dhe ju shikues të nderuar, jeni me mua Dorun Tinën. Sot për vizitë kemi zgjedh fshatin Bakshi këtu në komunën e Obiliqit. Nga disa informacione që i morra krejt në fillim të fshatit, më treguan që në vitin 1989 ky fshat ka qenë pjesë e komunës së Prishtinës, por mbas 89-s është kthyer në komunën e Obiliqit. Jam këtu në fillim të fshatit, e kam xhamin e bukur, përveç kësaj është edhe parku ku po shoh fëmijë dhe njerëzit e kalojnë kohën, është shumë e mirë kjo me kalu kohën e lirë etj. Ne po e vazhdojmë pro pjesën drejt fshatit. Po shofëm se sa po takojmë banorë, sa është i banushëm, thëmë drejtin, i kam edhe disa informacione, por që nuk dua t'i them, po ja u la këto me ju tregu edhe me ndëgju nga vetë banorë të këtij fshati. Jam të e po një zotëri. Përshëndetje! A bën me ardhë? Faleminderit shumë. Ku jeni shtëpia modhe? Si je, a je mirë Dorun Tina? Jo, kush jeni? Ahmet Mehani. Na vjen mirë. Qysh jeni? Mirë jam. Me familje mirë? Krejt, mirë dhe qëto ka dhe. Qysh po kalonin këtë fshatin e ju? Që në ka tunë, mirë. Ma mirë zbon heq. Çfarë jetese po bëhet këtu? Për dikor, kush punën është jetesa e mirë, kush punën, ku të që tjetë nuk o mirë. E vërtet, unë me të hy në bërë po shoh shumë mjetë të punës, jem të e po dhe kjo, nëse nuk gaboj është kjo që i mirë loptu. Kjo është tomlin me... Po dhe qumshtin, grumbullimi që bëhet. Grumbullimi, po. Po se jo, e dita sakt çka është. Grumbullimi edhe me mbajt temperaturën e qumshtit. Temperaturën e qumshtit. Sa e meshme ju bo. Jo, po. Falë fshatrave që po i vizitoj, po mësoj shumë sene të reja. Shumë sene të reja, qarë. I nderuam, çka kemi na tregu për fshatin Bakshi. Fillimisht mos të harroj kur e përmenda këtë emër të fshatit Bakshi, thash Alojn Bakshësh këtë shumë, a ku është problemi? Çu ka morë emrin fshati? Fshati që është thënë Bakshësh ja ka dhënë turku një begu ta qenë kone ta përpara, e pejtë që aty që ashtu me të njëne se nuk për që ta metë. Dhe më thonë edhe në mendimin e pas gogjatë sakt. Gogjatë sakt. A unë është më të regu sa është i banushëm si fshat? Ky i banushëm po konë që aty para lufte i konë rreth 600 banorëve. Po tash e ka bo vetën, po dalin edhe për hak punësimit e kushte më të mira, pelshojnë, dikush e dalë në Prishtinë, dikush është në perëndim, që fshati si fshat, une e që jam bo më ditë e më imen, këtu nga Tresa s'ka pas kur, fshat i pastër. Punëtor dhe i dikun, po edhe punëtor, po ka dhe punëtor të mirë. Me qka mirë në kështë masat? Na mirëmi me bujqësi ma shumë. është toka pjellore? është masisht edhe ujitja tash për ujitëm se nuk është qash pjelloreve që me punu diçka del. Sa po ka laverdi me punu sot token? Qash shumë nuk ka laverdi, po edhe më nejtë s'po ka laverdi. Apo është e vështirë me u mirë me gjitha këtë punë, se unë po shoh burrë është për plot, jem të e po kjo komboja, po? Komboj, po. Komboj, e këto nuk e di çka është. Kjo është mikser me përzi gjove i shqymin. Mju bo aty në smothi kështë. Shumë mirë, pas ke dhe pulja. Kem pulja, ne jenë shtalla nejse gjoja, anena i kem shpinë. Sa i pote, sa copa, sa krerë? 7 janë. Po janë fush, s'tyën ja 4 mështjera, jem të i rritë për qumë që atë një majtë. Me kam po bashkëpunoni me që i keni këto pajisë për Me këto Eurelionin. Sa i një klient tyne? Allah jem para vitit 3 pak, qashtu. Po e cilë mirë? Bashkëpunimi? Nuk o keq.
Nuk ka qas, po edhe kes nuk ka. Qysh me kon kesh kur ja dërgon çumshtin? Qatë punoj shjavlen. Si të resh s'ka kur gjëzë. Unë gjithmonë thëm, ma mirë është me punu badi hava se me nejtë badi hava. Qashtu kanë thonë edhe për para, mos pa qa më bo luje deret. Tash ti unë po du me ditë sa në Mikprica në këtë fshat. Mikprica, për pare në konë ma Mikprica. Ka ra gjithkun Mikpritja. Se me ndën që ka ra, ku është taj problemi? Nuk e di, që për para ka pas të ëda, ka pas të ashtë ëda s'ka kërkush. Ëda që aty një salon, kur vjen salon. Për para në konë 7-8 ëda këtu, ka pas mësafir thuje për zdo natë dikun, jem të buka tu një kanejt. Dhe në 2-3 natës. Edhe atëherë s'ka pas punë, tash jenë dhe zinja punësun, nuk mujnë qëtë. Tash me nejtë na dërin 2-3 më punë asë një s'dolëm. S'del gjumë? Jo, s'del gjumë. Ma mirë që ka orë tash kjo ko me punu se cili për veti. Ma mirë. Ma mirë. Se me majtë aty neja deri në të vëndshme. Ma mirë më punu tënë për veti, se më prit më hangër prej një njeri më punu 10 më hangër. Tash gjithë kush punën vetë, kanë rrogat e vetë atën, nëse rrogat i kanë përbashkët atën, veçim ma mirë tash. Tash ndodh pak me pas një problematik aty saj për këtë kolitës. Ani me pas të rrogën ma të modhe. Nuk e di të na nuk ndodh ashtu, se unë e kam penzim, nëse edhe djali është penzi, veterant, 2 nipa i kam punën, të na paret janë që aty kujna i vyni marrë, nuk ka problem për ata heqë. Ende ka këso familje shqiptare, që vetet baba. Baba e nona e unë i kam nipat, sot ata nëse njëni martët në 15 korrek, kur nuk del kun pa vetë mu ja gjysh, ja babën e vetë, a nonën, nuk del as shku. Nëse në punë kur shkojnë përveç, më artë tu më dalë për shemë në kafe, dikur më dalë një nej pa e vetë, dikonin nuk ka bova k'idej sot. Pakten me kallëzu, me lajmëru ku po shkon. Qashtu është. Me ditë, edhe me pas punë diçka me të lyp, me ditë ku je shku. Veç katuni, si katuni është katuni pas, katuni... Po më pëlqen pozita cilën e ka, është krite rafsht. Rafsht. Bakshishin ja e qëtë mirë ja. Bash, ose që e që shdojt, ose e shlikri. Nësë shkajet. Dalë më Ramedhanina se veç të plej këtu. S'ka, se ka probleme. Qa ka nej që kimi nga ka të tregu diqka? Që shpia bërë, ara të vadit ka lamë, që shtu. Po i punoj që shumë punë, sa po është e vështirë. Punën tash djali ma shumë e dinë, nëjse punën besa reja dhe e s'nalet kur. Prej punë e hala kërkosh s'ka dik? Jo, puna thënë të manë dhe që dikon e bëllëm. Varsisht edhe që... Ti kolegu jem po thëtë, mund ka po... Që shvar punë e të letë ka? Ti ka mirë me mojtë që të ndu? Ti ka mirë, po. Ti përpën kështë këto e ka bo punë e ka lodhë. Jo, dhe ka zajf. Keq është për i shneti? Jo, kur është shneta e në tëna po s'pjadim shqyrin se sa njeri shënësh. Shumë e vërtit. Tash çka po më tregon për këto mjetet cilat jem tu i po? Këto jenë krejt për bujqësi. Po. Kjo me qkep lehin, ai kultivatori për bashkë, nëjse plugu më livru, vlaca, kësa, grebuja, krejt. Tash të këto, gjitha këto mjetet që i ki në bërë, i ke blit gjitha vetë? Krejt vetë, krejt. Kushtushme këto jenë sa dush? Jënë kushtushme, po... Shta i ke blit gradualisht kështu? Qashtu ka pak, jetë. Ka pak i këna ble, që këta këto ka tëndë këtu. Kretë kjo pjesa që po e shumë është toka e ju? Jo, për park që aty shkon, edhe që aty ka e bagreni, aty jenë qëtu një 2 hektarë me shpi. Dita që e shpia e bolë? Dita e shpia, po. Ske bolë? Po, sa jenë qëtu? Jenë 2 hektarë me shpia me krejt, 2 i kem për të parku të anena. Tash, kjo pjesa këto si serat vogla, qka është kjo se s'jem të e vrejt një? Kjo jenë bolla, jenë Silaja? Turshi për lëpë, dimnit, po. A me uja me këse, me qysh me ndyrë, me vaj? Jo, këto jenë, e që o kësit i verë dhe këna pështjel, a i kur qelit është si ku na qëtatë që është qështu të gjelbër. Sa mirë.
A bëni ma shumë këso a mjeftojnë? Jo lojve si vjetë ke lakshtia, dine s'mujk shumë më tërë, se na i kem presën të në i lidhëm dujve që... A e keni ndonjë ditë pushim, a ja bën vetës pushim kështu? Po une sa erdu pushaj. Po, vedi, po bashkë kur je vetë nuk pushon. Ja, nuk muj më pushu, veç më kom pa cefa diçka se nuk rrihet. Unë së në rri. E kjo që është? Ujë, bënora? Hidrofori e kom për para edhe tash është halave që se kem ujësjelësin. A keni ujësjelësin? Po, kem. A ko diçka që i mungon fshatit për shembull? Vallaj, qami... Kanalizimin e keni në rregull? Kanalizimin e kem, ujtë e kem, krejt i kem. Une, para se me fillu me emisionin, e kom taku një banor, por që nuk pat kohë shumë e nejtë me neve me qëndru, më tregoj që kanalizimi nuk është në rregull për shkak se kanalizimi i fshatit Bardhash vjen del atje, po. Tek fshati ju. Del në për, është në për prëtës, qashtu është. Edhe a keni marrë masa ndonjëherë me u drejtu në komunë? Kanë një 2-3 herë, po komuna, jo, në rejtëshëm, jo. Nuk e di, Sa im pritet. tregoj që normalisht nuk është e mirë dhe me u pa aty është fashme, po përveç kësaj, tha del në për ara e... Del, mund edhe me punu. Del, ka ashtu një pjesë pak, veç që, po, fshati Bardhash e Bërnica, Besa, që ashtu rjedhë. E kanë pas qela e tash o mush, bare, asi, del, dikun edhe në për ara del. Po vazhdojmë na dhe po shkojmë ka daldale po daljëm. Të faleminderit shumë për kohën, po ju përshëndes. Që po vitë të qes dhej për të dere se... Nësë më këthejna. Nësë më këthejnë. E pas ke edhe këtë pjesën ku e len mistrin. Po. Pre që shikojnë mëre? Kësh. Kash, po. Unë kështë të thonë kësi hamar. E hamar e që aty me... Alojnë edhe në hamar. Grunin. E grunin. Po se jo, kësh e... Me rëndësi po i di. Po, jo, pidin. Se më konë ka thënë. Po në ka thënë Prishtinës. Prishtinës, ka e tërë të ardhën, se në Prishtinë... Istog. E pe istogu qashtu, istogu si shërë gati. Shëher krejt është istog. Krejt. Sa pula i kisim të i pa pulat? Vëllojën konë këzha shumë për pi premër, e pi hamë se mishi i mirë, i pula të katonit. Që shjamon të në qëta është? Në zinë një. A në zonë një? Ka e thash edhe këtë në fillim, po më pëlqen se ka pozitën e mirë gjeografike, ashtu e rrafsht. Është edhe me njonë shumë e lehtësume për mu, për rrugtimin cilin unë e bej. Edhe nga informacionet që i mora ma herë që e përmenda një banor, më tha dikon 140 shtëpi jënë këtë fshat dhe po thuaj se gjithat banushme, por ky banori tjetër me të cilin e ndëgjut intervisten kanë qenë dikon 600, a tha, 600-700 qështu, por që normalisht si në çdo fshat edhe këtu ka prej atyne që e kanë lënë fshatin normalisht se cili për interesa personale, aja po dihet, por që po duket një fshat i mirë, edhe koha është shumë përshtatshme sa i përket sot me xhirime, tashti është akshami që thojmë na, edhe veç kanë fillu njerëzit nga pak me dal me ushetit. Përshëndetje. Mirë, faleminderit ju. Vjen mirë. I përshëndeta një 2 gra, edhe nuk deshta me i qitë në kamerë, kam parasysh se pak ngushtohen ashtu ju vjen keq. Sa po m'pëlqejnë këtu si blinoja, që e në këtu? Apo blinoja. A mendoj këtu, kur të kopë në nxetit me hi në rhi e knoqësh. Vazhdojmë rrugtimin, që i kanë lomër këtu guma kështë në rrugë? Oj, zoti i shtëpis! Përshëndetje, a mundet me dalë dikush?
Miqtë e mi, unë e hyna me një borë, është një qift këtu, njoni ka me fol, cili do le të zgjidhen ata me zveti, po pa fol nuk i lëshoj, edhe pa ja u pini qaj se këtu i paten gotat e qajt, edhe se në fund të ditës kështu jenë familjet shqiptare, për këta njihemi apo jo, unë po i pres, jenë të u konsultu se cili ka me fol hajgare po boj, ishte hajgare, i zoti shpis ishte me punë këtu dhe ke me majic të mbrenqme dhe për hatër të respektit që ka ndaj njeve shkoj me ndru majicën, tash po dukesh për mrekulli. Si e? Dorontina, a je mirë. Që të ki mull? Pa, qëtë, e zoja shpis për ma bje qojnë, falenderit shumë. I ndërum, si jeni? Mirë. Familjen? Krejt, shnosh. Mirë. Shëqër zotë. Ja, një mirë? Mirë, falenderit. Që shmo kaloni? Po, si më katën, no? Shumë mirë, qëfar i tje se po botë këtë në katën? Ty be si e mesme. Si e mesme? Qysh po e thu si e mesme? Po, ka ma mirë, ma ke që është mirë. Rëndësi shnita, po? Po, shnita, po. Po, po, në ju gjeta, drutko këtu i bo gote, qëka i të Po, bote? se kina pos një dy kamione si drosët. Qka dhejzën shporiti me tu, me ato të spira. Sa është si fshat i banushëm. Po e kanë shumë shumica. Përzini qojat. Përzini qojat. Tikërëke. Faleminderit shumë për qoja. Qka isha duke ju pyet juve tash? Tha që e kanë lëshu. Po, banor, një 20-30% po e ndalë jashtë. Anë, pas kanë dalë edhe shumë. A njeni për shembull me krejt këtu çka i Po, keni? krejt. Shoti është probleme s'ka pos. A ka diçka për shembull që nuk e ka fshati, që ju si banor keni dëshirë me e pas? Do pisha brella që i thojnë mi pos, se këtë ditë. Këtë i ko, të zhjetë ka. Ju përgëzoj për oborrin, po e mbojshit shumë mirë, shumë Po, me pastë. shoqen, me plakën, pe thëmë plakë se... Po, e nuk seri. Nuk se po gote dhe... Se më përpitu plaka e nuk seri, ku me të nusja? Shef dikon. Pse po i thu plak? Po i... Ju ka meti ju meshkë që të keni. Meti shto. Përveç punëve që i bënin në shpe, a punoni diçka tjetër jashtë a shpis? Po, jem në punë kështë. Po. Çfarë punë bëni? Në bileq. Në bileq. Po ju pengon tymi heqa e vrejni kështë? Me qeni o? Po, ty mi në pengon. Vrej e dukshëm, a? Shef, e tash, shihet po. Era kur është. Edhe ja u bjen krejt tymin këtë në për drejtore. Ja, për të mi jem rekord. Sa unë tërtë familjes imi? Jam me nusën, ma si pëthu plak, ma si thuj. Me nusën, 2 djemë, vojzat martunë. Sa të martu me këtu? Po. E martu edhe vojza. Po. Kismet, i gjetën vetë, shku. Po shumë mirë. A ka diçka që i mungon tjetër fshatit? Shatit, ty, dhe s'fodi. Vesh transport, vetëm transport. A se keni transportin? Kem po, është në fshat në Raskun. Transportin në veç tjetër Tanë që i keni edhe 2 shkolla. Pse në 2 shkolla? Qatë? në shat në kohë shkollë. I të s'keni 2 shkolla? Jo, është në Raskun dhe Miloševo. A keni ofër? Po, 1 kilometër, 1 po që është. A ka që në zonë sa e din? Se tash ma që me që e kanë lënë edhe familjet, vendin, tani s'ka normalisht as fëmijë. Po, pak, dijet ajo. Dikush jashtë, dikush. Në për qytete, dikush është. Kur është këto jetesa ma e mirë, në cilën sezon? Në lojnë të mirë vere se dimit çdo sezon, është vera dijet pak ma. Ka qarkullim edhe vinë mërgjimtar. Vinë mërgjimtar, është. Kënaqës një krejt. Po. Unë abdo me pi qojnë. Abdo me pi qojnë. Hajde u le bën pije qojnë. Ja me që të mi dredhza ta më mbio, me nëzës po pres me i hongër, erdha këtu i mura dredhzat,
I pas këtë gjitha të më thonë. Po, po, të në ka pak. O, në dy breske hongër korra, po mos mi prek për djallë. O lodh. Po ngosha të ma po, o lodh, politik. Merë vetë, pro. Me nëzinu, ka unë të umënu. Mi morë, për ti marrë dhe në një. A do të moron dhe në një. Që një të verdh, po ta jepi. Tregoj nusja jote që jenë ka nipat, e mesat, dhe i kanë hongër. Cila? Ta mënë në fshat. Param. Ti marrë me veti të qesë në shqitje, 2 euro pako. Hajde Fadil, po më rodë rrëzës. Hajde, s'ka dertë. A keni diçka tjetër që e keni në barë dhe që mundi me hongër kështë prej pemëve? Që të mëna po si vjetë. Si vjetë gjithkon ma lek shtë Ma është. lek shtë si vjetë. Edhe qërshin e kishit aty në barë, po qenë fati nuk ish pas këtë virë, ha? Këtë virë s'ka pas. Duke të e ka një virë po, një ju. Do çdo virë po si vjetë. Larkë me ditë. I vrojti. I ka vrot diçka. Këqërja nusës, trëndafilat, bori shumë i bukur. Më shef nusja dhe pse Fadili po i thot hajde mëre fal me dëruntinën mëre se ardhën shpejt. Pa e kanë pak atë drun prej kamirës. Jo, po, me to. dhe e kuptoj normalisht. Fadil ktheu që të, pse ta pranoj. E më tregove, mos harroj me cek, më tregove baba që ta kalon si amanet. Safirt, me prit. Si tradita, me tradit. Unë e ceka se ju ishit të punu këtu në barë dhe je ka me shurë. Me shurë dhe pak. Faleminderit shumë për respektin që e ka zënë ndaj një. Edhe për juve. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit për muhabetin, për kohën. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve. Ja pra miqtë e mi, miru pofshim. Se si më rritet zemra në këso familje shqiptare, nuk mundeni me marrë me mend. Koha është shumë e mirë, na po vazhdojmë një përshëndetje. Si jeni? Hajde 2 minuta, shpejt për fshatin. Si e ndërum tina? Mirë, faleminderit. Muzika në nivel. Kush e ka që këtë muzikë? A mune me hy? Ha, së mune është me i dërën tin ti ka të shkresh në shpetal në je? Po, gjep. Faleminderit, mirë, Se ka faleminderit. lusë? Mirë, shumë ju? Mirë, falemderit. Familjet mirë? Po, ka derë zote, mirë. Qësh po kalonin këtë fshatin, baksheshën e po i thëmë. Bakshi. Bakshi. Valojnë. Ashtu edhe i kish mbet e emri, prej bakshishit diçka. Bash, të na dhonë bakshesh edhe... A, nuk po jep një jo, a? Edhe na dhonë bakshesh. Ka sa po i lenë në përdosme? Valojnë gjithësysh. Une nuk e kam këtë vijë. Plët shtëpia punëtor ka. Përshëndetje! Ku jeni shtëpia madhe Zoj, përshëndetje! Si jeni? Fshati me banor të mrekullueshëm koket. Apo milion që të dridhza? Faleminderit shumë. Të ngat! Faleminderit shumë. Më falë se nuk të fola po durët e nxome. Pa, kjo është gazetare, Dorontina, si jeni? Mirë, faleminderit. Ju? Po, mesat njofte me herë. Apo sa e bukur, hajtë për qofin. Valentina, qete Fadili. E një mirë? Apo Leonis për kalani? Miru knaqëm me njerëz më të mirët në fshatrat e Kosovës. Po, a? Po, vallaj. Faleminderit. Une që thënë drejtën pa ta fillu, me mendu kështu instinktivisht që është të hup njerëzilleko, por me fillimin e emisionit që e kemi, jem të ndryshu mendimin. Njerëzit më të mirë, më të sinqert, më të qeltërt janë ne për fshatra. Fshati bakshi. Fshati bakshish. Çe bakshishi? Hajde preqitu pak, se po folë që e mirë. Hajde që të në mes, se të ka hije. Pares. Po, vallaj. Mu qka po më pelqen, se ka po hy për ju gjej të punu. Po. Edhe më thanë që jeni shumë punëtor. A më këtë fshati bakshi, edhe janë të mirë,
vetëm Edhe janë të mirë krejt. kejt e mojnë gjelbrimin në për shpia, e ta është mbromje, edhe fillojnë atë me zbukuru e jam me lula, jam me pisha, jam me boshe për shembull, ato se çdo njeri do me punu. Po, duhet me punu, por e kam fjallin fshatra. Ka fshatra që nuk i gjenë, do shta në përborë të punu, ose këtu, nëse cilin... Halojna me do 2 vjetër, se nuk mujna me najt na këtë. Kur nuk mund me najt këtë, do të me bo boshe, do të me bo pula, do të me bo zajbë, do të me bo gjitha, shka ko mundësia, për shkak na duhet levizje. Normalisht, më po mbje mirë që e gëzeni shëndetin rreth parë. Edhe rinia po punojnë mrena, na punojnë Ata i jashtë. punojnë Nusja vetë. fshin mrena. Ashtë nusja jute, Po. shumë e bukur. Kur? Që të po shihet shumë e bukur, veç po e kthej bek një 30 vjetë, kjo konë mes. Apo? Gjithë këto të voglat vrejnë të mira, apo? Ai kur nuk i livdon ai vetë vetën, në kosh. Vallai, kjo nuk më tha livdëm, unë veç po flas çka po shoh. Ti e krahasove edhe vetë vetën. Në këtë rast të jeshtin edhe vetë pak, a? Është në vetë vetën. Po. Apo më Edhe drejt, ju kuki shumë në kulur shumë. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit. O ju ka njoftun, vojzat. Tungo ka ngojel. Valentina që patëm Dorontina. Dorentina. Unë nuk e ku njofta mo kjo. Se unë jam i verbet. Edhe nuk nolna kur. Tu punu edhe pse jam... Se tash s'pe kuptoj, e ki të më thonë shikimin e dëbët, apo? Po nuk shë heq, ve hije. Qisha? Edhe qështu me vullnet punoj. Nuk nolna kur ka shpia heq. E kur o puna diçka që nuk e shof, aty nuk moj me zgjedh problemin e thirë ose. Ki ndihmin Gjokirin. Gjithë herë. Po dhe që, krejt i nuk u borën, po më boz, gishtav, boz dorve, me bori nuk i las, bori i bashkët sa shkur gjafit krejt. Kena seren atje, kena këtu edhe një herë ma tepër atje. Thjesht më ke la pa koment. Je një shembull shumë i mirë, mu po mbot shumë qefi që ka ende kësi njerëz, dhe më thonë, kjo ka qenë prej Zotit normalisht, edhe vazhdon me punu, a e ka pas prej fillimit a në vitet, apo e ke hup kështë ma shumë? 2009 e ku më hupën, edhe para 2 vjetë më ka orë prap, dedikon, pej një thjerëze Japonije që nuk ka post, i pori në Balkan që ku morën, pa jam zgoti 1 vjetë, se ne kam edhe shiqerin, edhe ma hupi shiqerit të naj ma bo një mjegull krejt, edhe tash do të me jetu e do të me punu e do të... Qaf dhe me bërë klem? Dalin s'ka det. Po, mërë pse ju pe të regon që mundet me i dalin... Hajde qëtë. Mundet me i dalin ndime dhe dikuj që ka nevojën, pse E ju? falenderojmë spitalin italian si ka orë thjerëza pej Japonisë, Ekstra. ekstra. Qene kushtushme, po besoj që po. Ka qenë e kushtueshme normal, 8 muaj dete këna prit, edhe zbeseshëm se vjen qaja thjerës, edhe i pari në Balkan nuk onë. Marë thjerëzën që unë jam zero, dhe në kështu me sys zero, jam për pejt zero se ka përhu dukun shikimi pësa me pa njerëzit. Po i këm pa njerëzit, po tash o qëllimi se ka bu mjegull. Tash nuk e di ku njeri e shë, veshën ja di je, po ftyre nuk ja vdi. Shumë herë i folin njerëzve i vetit që shiki fëmi që më do këtë e martune, ajo jo, a gjenë verë, nuk jam e martune. A i që do e kish vjerë reporter njerë, ka gruja e thersha, oj grua, dhe oj e mine, që e mine. Ma bëj ke, se bre, ka në thire, ashtu. Unë e hije pajsha, po nuk e të shal njerë, apo 3 njerë, ka gjona din se i ga bëm, po njerëzit kuptojnë. Po i gabojmë edhe na që shohëm ta mon kështu. Ma shumë t'i falenderoj gjithve, se kur shkojnë trega dikon, e dhe që nuk i shoparet, dhe gjithë mi kthejnë të mënë. Ka bo vakia, merë edhe mi ka këty ma tepër, merë edhe një pije një kafe. E shkap nuk boj, se o qëllimi se ku talë në qytet ka ase pisa, përzojnë, e t'i shtë ndur në gjepa, kështë për ndimoj me quë, atëre nuk boj heq shkap. Po, por rëndësi Se paska që... maljeto me shku me shkap, apo... Rëndësi paska që e ki edhe një pjesë të shikimit që mundesh me dalu që është orë dikosh drejteje, ose mos me urcu dikon me pas nëj penges. Jo, ato pengesat normale janë, veç S'ka dërtë. kujdes gjithmonë, çdo hap duhet me kon kujdes.
tash ti po më intereson kështu, a e ki ndërmend me morë prapë thirrëzën ose a mundet Nuk me ka, ndiku? mo, ja. As ka mo. Aja e fundit se qyto tjera që ka punu e Japoni, këtu në Balkan nuk mujnë me punu. Edhe aja ka ndikute, une, po, une, tash na musliman, e një nova, asë Allah i bo një mrekullite, une. Edhe une një nova Ramazanin. Mas Ramazanit, ka shku shqyqeri shumë nalt, Ka ndiku Sa për tani- keq po. atëre, pse edhe ta shot gjallar, pse keni nue, pse kështu. Po djoj, po s'mënesh. Se din kur nuk e po, e të vjen shikimi, ajo është interesant. Tash, nga jetë që kam tregove, unë po të falenderoj për zemërsisht prej punën se erdhe dhe me më fol, ndoshta dhe s'm ke vrejt heq, por që je ardhe dhe më ke fol. Faleminderit edhe për juve, Zoti, inshallah të jep krejt mira ty dhe familjes. gjithë kujna edhe mua. Ishte shumë knaci. Faleminderit shumë. Përshëndes. Faleminderit shumë i nderuar. Një kafe, as një diçka, nuk pita as një. Ka i kafe, s'bo pa kafe, vetë sa kena pitë çaj rusi të një familje shumë e mirë. E sheni me shtemi më rod dredza, shkoj ma pastroj, ma pruni, s'di dhe më thonë në koment. Nëse doni mu kënosh, njerëzve që hajdeni në përfshatra. Po jo me bo emision, se për emision e kini kot, po kështë marrë me nejtë. Jam i shtemi dhe kofet janë gati, turët lumshin. Bile macchiato me dis fshatit më ka qitë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, familja e mrekullueshme. Nuk kam fjalë për juve, vetë Zoti ju rujt, edhe inshallah e keni gjithë. Amin. Edhe inshallah e keni gjithmonë këtë shpirt kështu që shkokit. Gjithë plesh t'i këm pas mirë prica, për shembull që kam prit musafir fort. Tash ma gruja na jemi plak, i kam reja dy atjen njëjta, nuk ju vjen mërzi për musafir, natë e ditë më në ardhë. Oj, po shone re në juve sa mirë më priti, edhe na njihem, dallojmë prej krejt popujve, dallojmë pikërisht për mik pritje. Ne nuk mune bre mu bo evropian me zërë. S'monesh më bo, është ka në Amerikë jetoj, linde rrete gjakun e ki shqiptar. Ashtë është? Ka tjetër, a i po këthejnë edhe tjertë që një Gjerman Berlinit, u këthyje shqiptar dhe t'jem. Shka du thuj edhe shqiptar kem? Se ka ledzue, edhe ka pose, prindit nuk përdov ka milion vetë. Prindit përdov ka mi këqyrë dikush. Aja sot i ka prind, edhe nuk dohet pe i prind, as nuk martohet, deri sa i ka edhe jeton Kosovë edhe Shqipëri. E na, pse? Janë hollat, janë bijat, buën kallabllak, ato nuk e kanë Gjermant. E kanë dashurin me zveti, na e kena dashurin me krejt akrabon, me nipa, me mesa, me bija, me gjitha. Jeta është Kjo është, unë gjithmonë thëmë për çta jemi populli ma i veçantë dhe ma i postër në këtë aspektet. Miqtë e mi, a ju ka marrë malli për këso neja në bërë, tash koha është nxehtë dhe u kënaqem çdo familje cila po ju bojmë vizit, na ka prit familja e mrekullueshme mbi emrin Musliu, kanë më mbet gjatë në mendjen time. Faleminderit për zemërsisht. Faleminderit për juve, mirë se keni ardhur, mirë se keni kalu mirë, inshallah dhe gjithkund tjetër kalon në çuhet e na. Padyshim, deri me sot po. Do shta po e leni ashtu kemë bënë mirë në se cilin familje po kaloj mirë e ma mirë. Inshallah gjithë kalen mirë. Unë ju kërkoj ndjes nëse ja kum hub kohën pak. Jam i kënaqur vetë që i nihin në avartame.
Faleminderit shumë për juve. Këto fjalë për besë na mbajnë shumë gjatë. Faleminderit, Zoti ju rujt. Mos na harroni. Jo, jas. A kena marrë me qitë një fli? Edhe për flija kena vendin e kena të gjitha. Kjo pritje ka që mirë që ma keni bo sot, i ka dikon qëndrimin 1 orë, mund dhe me thonë lirë shumë, se kemi bo muhabet edhe po pritej edhe mu qu, edhe me vazhdo dhe pak pjesa që më kam bete fshatit, thëmë drejtin këto familje nuk po mlojnë as me po fshatin. Nuk keni të mlo me po fshatin, mja u kalëzu publikut fshatin. Re, pi kafe, qaja. Faleminderit shumë për ju përshëndes, i ndërum, heq më së që. Ditën e mirë, Faleminderit shumë. Halal 100 herë, halal bëma një ju mu. Ditën e mirë, e kalon mirë shumë. Faleminderit shumë, ishte shumë knatësi. Nuk harrum në i sen? Jo. Hajtë përshëndeti. Miru pofshim zemër. Miru pofshim, kalon që në mirë. Faleminderit shumë. Miru pofshim. Faleminderit shumë. Miru pofshim. Miqtë e mi, po pritoj me dalë për këti u borri, po nduket se jam tek në i familjar, ashtu e lirshme pa dorza, po këto e kam çdo familje. Ata cilët ju duket interesante ose ku ta dijune, merrnim se, ja, një kafe sot për me pi nuk është ngosht, po është esenca mikpritjes, respekti, ndajmë mendime bashkë me fshatarët, unë thëmë drejten, po mësoj çdo ditë në secilin fshat diçka të re, edhe jam shumë e lumtur që e kemi këtë emision, se po mësojmë çdo ditë veçantit fshatit, banorëve, ja pra sot këtu fshati Bakshesh, unë po i thëmë, Bakshi, a? Bakshesh. Dhe më thonë këtë po lejshin Bakshesha, verës tash koha dasma, shumë mirë. Fshati shumë i mirë, e kanë pozitën shumë të mirë, krejt rrafsh, shtepi të bukura, pastër, banorët, mos thoni po i livdën ka po shkon, a po e sheni, ju po e sheni edhe vetë. Do thotë e treta familje është që na ka prit, në një familje kem pi qaj, në këto kafe, pije e gjithë shka kafe, muhabet e lofe, jemi knoq pa fund. O, makijato kom pi me dis fshati. Qka po du me thonë edhe jemi krejt në fund, sa i përket këti fshati, kish, do me thonë, familje, kish shumë banur në këtë fshat, do thot është fshati i banushëm edhe për kundër asaj që disa prej tyre edhe kanë lënë fshatin, por është i banushëm, njerëzit ishin shumë punëtor, kryesisht po merrshin me bujqësi, tokën e kishin shumë të mirë, ashtu më thanë toka pjellore, njerëzit ishin shumë punëtor, do thot në secilin o borë që kom hy, i kom gjetë të punu, ashtu si që në kom dëshirë, veç mos delin kamera, ju lutem. Në secilin do më thonë, o borë që kom hy, të punu, që edhe këtë dikushë po ndëgjohet që është të punu, por ne nuk po provojmë për shkak se këtu janë informacionet sa i përket fshatit Bakshi. Ja, këtu tonët mirë, a që do me punu? A që zdan, vallaj, dhe qka në Gjermani se badi hako. Që nga jo që ka në arrita me kuptu, ju me ndoni që këtu ka vende pune, mundesh me u Veç gjindë. atë do me punu, veç atë. Vallaj, si dësh Gjermani ke qëtu. Ato është e vërti. Une, më 57 vjetë i kom mushveq, kom jetu qëtoj, kom pësuaj, kom shkollu sumine, ketë. Për besu, jam i knoqën. Asë nuk e zitaj, bile me shku jashtë, asë shumë interesant, asë djallit. Kretë familjen djalli ka dhe të shoqës vetë, jashtë. Po. Edhe nuk shkujnë, asë njoni, asë rria, asë djalli. Jo, më të qërë. Kur e keni jetesën e mirë, nuk ja Vëllë, vlen. shki qka, këtu veç atë do me punu. Fshati qetë. Aj, qetë, që i kem parkon atje nalt, nina, kemi lopin, lumin atje, kemi riken këtu. Që ullëset këtu dolim me këshi bujnë laf, biseda, Tamam, fshat. përbes, po, kënaci, qëtësi, mon mramje, qetë, asë zhurë, më sënë. Çdo ditën po e kemi stres, ngarkesë, të pak të mbromje ta kemi. Pe Prishtinë më orë këtu, me nëzispres. E vërtet, ta besoj. Wallahi. Unë ju përgëzoj për mikpritjen edhe respektin që e kishit ndaj njerëzve që ju vinë të
panjofshëm. Unë e panjofshme s'jam, por që për herë të parë ku morë. Kush do të dira bërëm i thëmë. Veç bërëm. Që të kemë mundësi. Ke kryp, një gotë ujë më s'po që më kope edhe qashtë. Qaj është. Ja, vëllaj mirë, alhamdulillah, janë me kojshije, me këta. Pa problem. Indrum, po të përshëndes. Faleminderit edhe Faleminderit, ishte juve. shumë knatësi. Kaleni mirë se ardhje për çdo ku. Faleminderit shumë. Ishte shumë knatësi. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, erdhi fundi edhe ditës së sot me sa i përket fshatit Bakshi këto në komunën e Obiliqit. Ju vazhdoni të qëndroni me neve, ne kemi çdo ditë rrisi në fshatrat e ndryshme. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirë mbetëshi!